Futja në prodhime sipërfaqeve bujqësore, të cilat kanë qenë pjesë e skemave subvencionale të përfituara nga fermerët në Lushnjë, këtë vit kanë sjellë rritjen e prodhimeve në kultura të ndryshme. Sasia më e madhe e tyre shkon për eksport. Shtetet si Kosova, Maqedonia, Malizi, Serbia, por edhe vendet e Europës perëndimore janë eksportuesit më të mëdhenj që preferojnë prodhimet nga Lushnja. 1000 ton më shumë fruta dhe perime janë eksportuar në 6 muajt e parë të këtij viti, krahasuar me një vit më parë, ndërsa në 2011 u eksportuan totalisht 22.000 ton, në 2012 janë eksportuar nga janari në qershor 23.000 ton. Pritet që deri në fund të vitit kjo shifër të shkojë në mbi 30.000 ton. Ajo që vlen të theksohet është fakti se për herë të parë janë eksportuar sasira të mëdha frutash. Pjeshka si frut ka nisur të eksportohet për herë të parë këtë vit nga rrethi i Lushnjës. 518 ton pjeshk është eksportuar në shtetet e Kosovës dhe të Malit të Zi, ndërkohë që futja në prodhim të kulturave bujqësore të cilat fermerët që për vitin 2007 i kanë futur në skemat subvencionale, ka rritur sasinë e eksporteve. 1000 ton më tepër është eksportuar vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2012 krahasuar me gjithë vitin 2011. Eksportet këtë vit në Lushnjë kanë nisur që prej muajit janar me kulturat si domate dhe trangull për të arritur kulmin në këtë periudhë me frutat. Pas një lloj reklamimi të prodhimeve të tyre, fermerët kanë arritur të çajnë tregjet europiane me fruta si pjeshka, kumbulla, rushi, qershia, luleshtrydhja dhe bostani. Nga 22.000 ton që janë eksportuar vitin e kaluar, si vjet ka vat 23.000 ton, por e rëndësishme është sepse këta perime janë eksportuar në një periudhë gjatë gjithë vitit, që nga janari, shkurti, marsi, prilli, po sidomos ka arrit kulmin, sidomos kultura shalqirit, e cila është 8.500 ton, edhe është dërguar në vende si Malizi, Kosovë, Serbi, Kroaci, Poloni dhe në Lituani. Momentalisht eksportet e frutave vazhdojnë me ritme të larta, ndërsa eksperienca e këtij viti pritet të sjellë krijimin e kooperativave nga fermerët e mëdhenj.